Sulmuesi i Barcelonës Lamine Yamal dhe këngëtarja Nicki Nicole janë ndarë pas 3 muajve së bashku. Vetë lojtari ka njoftuar se historia e dashurisë mes tyre është mbyllur. Në një intervistë dhënë së fundmi, Yamal u shpreh se nuk ka pasur ndonjë pabesi, thjesht të dy vendosën të ndaheshin. Thjesht vendosëm që ndaheshim dhe kaq. Gjithçka që thuhet nuk ka të bëj fare me ne. Nuk ishte asnjë çështje pabesie, u shpreh Yamal. Çifti nisën lidhjen e tyre në korrik me njëherë pas ditëlindjes së 18 të Lamin. Dhe pas vetëm 3 muajsh bashk, futbollisti tani ka konfirmuar se janë ndarë, duke i dhënë atij mundësinë të përqendrohet plotësisht në karrierën e tij në futboll.